prej 34 vitesh në shërbim të qytetarëve të Vlorës, në një profesion që po shkon drejt zhdukjes. Është Besnik Shabani i vetmi që ka mbetur në Vlorë, ndërsa për çdo ditë e gjen pranë një subjekti ku shiten gazeta. Besniku ushtron profesionin e lyerjes dhe lustrimit të këpucëve, një profesion i cili mbetet sipas tij një punë që siguron shumë pak të ardhura. Me asistencë dhe gruan e sëmur, Besniku e ka shumë të vështirë të sigurojë jetesën, por edhe pse në këtë profesion ka mbetur i vetmi në qytetin bregdetar, ai vijon ta ushtrojë atë. Në ditët me reshje të ardhurat janë thuajse zero, ndërsa në ditë të tjera siguron shumë pak, pasi dhe klientët nuk janë më si më parë. Megjithatë ai thekson se do të vijojë të jetë për çdo ditë në të njëjtin vend, aty ku ndodhet dhe që nuk e ka ndryshuar prej 34 vitesh. Kam 34 vjetë. Nuk mund të flasim për momentin, po themi që jetojmë. Nuk kemi në më thënë të ardhur, se unë me asistent majmë këtu, kjo është punë private. Sa kushton një lustrim apo një lyerje këpucësh? Po varet sa japi 500 lek, 1000 lek. E lënë dëshirë të vetë? E lënë dëshirë të ati, sepse nuk ka njerëzit. Sa mund të bësh në ditë nga këta? Unë 10 ditë që ishe si merja bësh të ky zotria këtu. Nuk punove fare kur të shtesh? Po në ditë shumë zakosh me sa veta? Ditë zakosh mund të vej 10.000 lek. Nga që vini lyejnë këpucët njerëzit, i lyejnë ka më pusi më po nuk ka si më vëpara të keqe Besniku ty, nuk ka, se unë jam 34 vjetë në këtë punë, por do të them që neve jetojmë me pak, ajtë ardhur janë, sepse nuk kanë njerëzit më, janë 10.000 lek thashor zotri. Edhe kjo puna këtu ka mbarur, këtu më ke. 34 vjetë këtu kam qenu. Jo, s'ka më, në gjithë Vlorë vetëm unë jam. Unë i vura para, kam dekur të gjithë. Sa ka patur më përpara? Ma përpara ishim 6-7 veta, banim. Edhe 20.000. Po, sot s'ka më. Themi që do jetojmë, po si do jetojmë? Ja del Gjaxhi, del e mba familje me këtë punë? Po, mbaj familjen me gruan. Kam edhe gruan të zamor. Me vështirësi shumë? Me vështirësi shumë. Kështu profesionet apo zanatet e vjetër tashmë janë drejt zhdukjes, si puna që ushtron Besniku, një punë që ai e kryen prej 34 vitesh, edhe pse sot ka mbetur i vetmi në Vlorë.